turpi, marja është për një musliman nëse i bashkangjitet festës së 1 janarit, festës së Shenjanit, festës së Nikolasit, festës së Shen Martinit. Kjo është e festa, o vëllezër të dashur, për të cilën gajlosen prindet musliman se çka do t'ju blejnë fëmijëve për vitin e ri. Gajloset herifi, e ka gajle, edhe fëmijët i thonë, babo, çka do të bëjmë për vitin e ri? Jo, nuk bëjmë kur gjo, po do të blejmë pak kikirika, baba, me mujt me blejt një torte. Vëllezër të dashur, e mira është që natën e 1 janarit, para 12-ve, një ora gjysore, me i shim dritat, mes me u solidarizu me mprapshtanë. O vëllai dashur, a keni pa dikush ta feston vitin e ri tonin? A keni pa dikush ta feston bajramin ton? Në çfarë vafrije jemi na që kemi nevojë ti u hazojmë festat e huaja? Pash zoti, çfarë solidarizimi? A solidarizohet dikush bre me na? A solidarizohet dikush me na? A e feston dikush bajramin?